Përshëndetje dhe mirë se vini në Rock Hill Community TV me Noli Show, Noli TV. Mendoj se gjithmonë është një kënaqësi e madhe që vi në studio këtu dhe kam të ftuar anë mban, sidomos shqiptar të suksesshëm, sidomos njerëzit që arritin një sukses shumë të mirë dhe shumë të madh, të jenë përfaqësues të shtetit të Kenedikës ku jemi. Me që se thash përfaqësues i shtetit të Kenedikës, në anglisht thuhet state representative, sot e kam përzgjedhur një djalështri, mund t'i them djalëshëri, por edhe mund t'i them një njeri shumë i suksesshëm, edhe do t'jetë Gjo Hoxha. Gjo, me të vërtet, me padurim kam pritën që ti t'jesh sot në studion këtu, edhe është një kënaqësi e jone e madhe që të shikojmë për suksesin e shqiptarëve tonë. Beso që është një kënaqësi që t'jeni edhe në shtëpit më të mëdhaja të shtetit këtu. Faleminderit shumë. Si e kalove sot? Mirë. Kisha një takim në Hartford. Jam në 3 komitet. E para quhet Appropriations. Ky komitet bën buxhetin e gjithë shtetit, prezanton buxhetin edhe votojmë pasaj për buxhetin. Si më thënë, komiteti më i rëndësishëm në opinionin tim. Pastaj jam dhe në komitetin e zgjedhjeve, quhet GAE, Government Administration's Elections Committee. Këto merren me ligje që kanë bëjnë me zgjedhjet që bëhen në shtetin e Connecticut. Pastaj jam dhe në komitetin e bankave. Vetë punoj si bankier, edhe ishte kollaj për, ishte ju përshtatëshe që unë t'isha në atë komitet për njohurin që kam në atë, si më thënë, atë fush. Edhe kisha në 2 takime sot atje, edhe I mbarova edhe erdha këtu për emisionin tënd. Me qenë se ju keni ardhën në Shtetet Bashkuara shumë i ri, edhe ta falenderoj shumë se zakonisht më shumë e flet gjuhën angleze, anglisht flet, por unë me të vërtetë të mundoj sot pak, edhe besoj që do të jemi shumë të kënaqur të dëgjojmë të flisni shqip me këto. Kështu që unë do t'ju kthej pak na flisni pak për origjinën tonë. Okej, për origjinën, është temë shumë i diskutuar në komunitetin shqiptar. Na e keni origjinën. Unë kam lindur në Tiranë në 92-shin, kam ardhur me prindrit këtu në 96-ën. Me origjinë të largët, më duket se jemi në Korça, por duke di tani, e bëra atë DNA test, është i qik interesante kjo gjë, e bëra atë DNA test, edhe ajo do na 3-4 javë që të vinë rezultatet, edhe po, e më dosha me vetën time, kush di qa mund dali, se ka pas loj, Shqipëria ka pas kontakt me loj kombe të tjera, me Turqit, me Slavët, edhe më dori 100% shqiptar, 100% shqiptar, e beson? Ose origjinën e kam shqiptar. Atëherë do t'ju them se ju keni ardhur shumë i ri, mund të them një 5-6 vjeç kur ke qenë. Edhe si ka qenë fëmijëria juve kur ka ardhur, si e ke ndje veten që ardh me një vend të largët, me një vend me prindrit se ke qenë aty. Si filloi ajo fëmijëria jote këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ishte pak i vështirë. Unë s'kuptosha gjë, se isha i vogël, 3 vjeç e gjys kur erdha këtu, s'kisha mbush 4 akoma në 96-ën, se ditëlindjen e kam në Nëndor, ne erdhëm në maj të 96-ës, këna bëjnë 30 vjet vitin tjetër, vitin që vjen. Po e di që prindërit e kishin pak vështirë, se ishte 96-a, jo 2026-a, jo 2016-a, tani kemi telefona, kemi këto apps që na bëjnë përkthime, kemi internetin, komunikojmë, tani emigrantët i kanë që gjithat mjetet. Kurse në 96-ën ishte, parë punës nuk ishte shumë shqiptar, nuk ishte komunitet shqiptarës, nuk ishte shumë mbështetje, duhet i bëshe që gjitha gjërat vetë, duhet i mësoshe vetë gjëra. Edhe atëherë, shkollimet e juaja, cilat kanë qenë parat? 3 vjeç e gjys i bie që isha mund të shkosha për në Kopësh, po kalova direkt në elementary school, si me thënë, edhe ne kena jetuar gjithë kohës në Bristol, edhe unë kam shkuar në shkollat publike të Bristolit. Pastaj për shkollë të lartë shkova te UConn, University of Connecticut.
Gjatë gjithë kohës edhe shkosha në shkollë, po edhe punosha, si më thë, nuk bërë atë jetë prototipik e një studentit të shkollës lartë, që tjetosha në konvikt edhe kështu, unë punosha bësha delivery, punosha dhe construction, ndërtim, ndërkohë që isha të UCAN. Me dhe aty mbarova për shkencat politike, për antropologji edhe për sociologji. Sa bukur. Një gjë që mund të them edhe me të vërtet, më ka prekur të ti kur e keni rëfyer, edhe ka qenë në puna cili ka qenë e shkaku të arrish si përfaqësues i shtetit, si ka qenë e karrika, si ka qenë të lutem na tregoni më zis po presta në gjë këtë. Ishte gjë interesante, nuk e dija, e ke dëgjuar një herë atë shprehjen the perfect storm. Ishte me gjithmonë ashtu, duhet ishte the perfect storm of events. Që mu jepte mundësia që të kandidosha për këtë karrike. Edhe ashtu që loj, isha në punë, isha në kohën e pushimit, edhe mora më bërë njëri një telefon, edhe më tha që shife emailën. Hap emailën dhe shof që a i buri, a i representative, përfaqësuesi i karrikës që kam tani, kishte shkruajtur në email që do japi dorëheqje, nuk he's gonna retire. Do dalin pension, nuk do kandidoj për këtë radhën që vjen. Edhe thash me veten time, wow, është një mundësi, do të hap një mundësi këtu, gjithkohës e kam pas i ëndër, duke u marrë me politikë gjithkohës e kam pas i ëndër që të kandidosha vetë për një karrike të tillë, kështu një zyrë të tillë. Por ishte vetëm një problem që unë nuk jetosha në atë zonë ku ishte ky personi që po dilte në pension. Po ky ishte në Bristoli, edhe unë në Bristoli, në qyteti Bristoli këtu në Connecticut, po nuk ishte zona ime. Mbas 2 ditëve dalin numrat e census, që bën një herë në 10 vjet. Kësaj të radhe kishin dalë me çik vones se ishte Covid. Edhe në vend që dilçi në fund të 2020-s, dolën në fund të 2021-shit. Edhe u ribën ato distriktat, zonat, e kur shoh unë adresa ime në zonën e këtij përfaqësuesit që nuk do rikandidonte më. Thash me veten time, wow, do të thotë si më thon, si shenjë. Pasaj kishin ngel vetëm një problem, që puna që kisha në atë kohë, nuk e disha do më leshin që kandidosha, se ato nuk kanë, si më thënë, ato interesi atyre është që unë vazhdoj punën time, jo që të shkoj të kandidoj për politikë. Fora me bosin, me atë bosin e bankës, edhe isha shumë i mirë pritur, më thanë që shiko, provoje, po fitove, do provojmë ta rregullojmë situatën, do të gjejmë në një pozitë tjetër brenda kompanisë, po nuk fitove, vazhdon me punën që je. Edhe ashtu, si më thënë, vazhdova, edhe në fund fare dola që fitova, edhe mbajta edhe punën që kisha, po dhe tani më krijoi kjo puna tjetër si përfaqësues. Si ka qenë ajo ditë e jotja, ajo rutinë ditore e jotja, kur ke shku në ditë dhe ke hap dytë edhe ke hynë në pozitën tënde, që ke pritën edhe ke pas magjionata. Ishte shumë, këtu përdoret një shprehje, nuk e di si quhet në shqip, po në anglisht quhet surreal, duket si ëndër. Fenomen, kur ja akoma në ëndër. Kur e pash aty emrin tim, që thoshe Hoxha, aty ishte, si më thënë, një gjë kështu, që edhe tani që është bërë 3 vjet, kur shkoj e shoh, më bën përshtypje, them me veten tim, mos e kam bën gabimisht. Se shiko, është, si ta them unë, jam shumë krenar, jo vetëm në, si më thënë, në aspekti që, jam shqiptar që e kam harit këtë gjë, po jam krenar edhe në aspekti që jam Amerikan që e kam harit këtë gjë. Se unë jam me origjinë shqiptar, po tamam ne jemi Amerikan.
jemi qytetar të Shtetit Amerikës, edhe kjo gjë është një gjë që çdo njeri të harrisi, ndaç imigrant ose amerikan, është krenari për çdo njeri për të harrit një gjë të tillë. Se i thonë 25.000 njerëz që interesat e atyre legislative unë i përfaqësoj në shtëpinë e ulët, quhet lower house, the lower chamber, që është the House of Representatives, pastaj në katë dytër senati. Edhe është shumë gjë e mrekullueshme për mua, edhe tani kur shkoj e shoh emrin aty, më duket sikur nuk është e vërtetë. Si e mirëpret suksesin e shqiptarëve tona në mban që janë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Faleminderit shumë për pyetjen. Dua që shqiptarët i shoh sa më mirë. Ne po bëjmë një bashkëbisedim para se shkuam live për një komunitet tjetër që janë shumë të bashkuar, shumë të lidhur, edhe ajo është sekreti, nuk ka asnjë gjë tjetër. E kam thënë disa herë, kam folur në për disa, ti isha atë ditë me mua kur erdhën ato përfaqësuesët e Partisë Demokratike në Waterbury. Edhe atë ditë thash që ne duhet, si shqiptar, nuk duhet vetëm të diskutojmë dhe të debatojmë këto gjëra, po duhet të shkojmë, të regjistrohemi për të votuar dhe të dalim dhe të votojmë në mënyrë sistematike, që të bëhet pjesë e kulturës, si më thënë, siç është për çdo, siç është për amerikanët, bëhet edhe për shqiptarët ajo gjë. Por gjithkohës, domethënë, ndjem, domethënë, kam shumë qejf kur dëgjoj për sukseset e shqiptarëve të tjerë, se mund të shohësh për shembull në një artist filmash, ose shef në një këngëtar, ose shef në një futbollist, në një sportist, edhe gjithkohës, domethënë, ja shef mbiemrin dhe thua, mos është shqiptar ai, dhe pastaj kur shkon e kërkon në telefon e gjen që është shqiptar, edhe çdo shqiptar ndjen një lloj krenarie kur shef një lloj fenomen të tillë. Edhe unë dua sidomos që të ketë më shumë shqiptar në politikë. Por duhet që ti përshtatemi kulturës amerikane, jo me mendimet e sistemit të vjetër. Duhet t'i përshtatemi edhe t'i adoptohemi sistemit që është këtu, e të punojmë brenda këtij sistemit, edhe unë e di që ne do kemi shumë sukses si komunitet nëse ndjekim atë rrugë. Se ashtu e kanë bërë të tjerët. Nuk kanë gjë italianët më të mirë se ne, nuk kanë gjë hungarezët më të mirë se ne, nuk kanë gjë irlandezët më mirë se sa ne. Kanë vetëm atë që e kanë kuptuar që duhet bashkohen edhe duhet punojnë për njëri tjetrin dhe jo kundra njëri tjetrit. Si përfaqësues i shtetit të Kenedikës edhe si përfaqësues i shteteve më kuptohet atëherë, a si e vlerësoni këto hapje të shkollave, këto mini shkollat që ju thënë, për këto bibliotekat, në për këto shkollat, si e mendoni këto, si e vlerësoni këtë punë jo? Ja, e mbështes këtë ide, edhe më pëlqen shumë se nuk është gjë e veçantë vetëm te komuniteti i shqiptarëve kjo gjë. Ka shkolla që mësojnë të djelave për fen, ka shkolla që mësojnë kalamajt gjuhat huaj, spanisht, grekët po ashtu kanë atë stilin e vet, edhe më pëlqen shumë dhe i mbështes këtë lloj ide, edhe nuk ka asnjë gjë të keqe që të mësosh për historinë e vendit na ke ardhur ti, edhe për kulturën e vendit tënd. Të dyja mund të ekzistojnë në të njëjtën kohë, edhe si më thën, integrimi në Amerikë, por në të njëjtën kohë edhe si më thën, respekti edhe dashuria për të ardhmen tënde. Atëherë, si përfaqësuesi i shtetit, si e mendon një gjë, sa i kanë shqiptar dyert e hapuna në Ministrinë e Shtetit, në vërtet ku jeni ju aty. Do t'i kem dyert e hapuna për çdo konsultim, për çdo biseda, për çdo gjë që na nevojitet neve si kom shqiptar. Shiko, me mu, personalisht gjithkohës do i kesh të hapura. Po të ke nevojë për një konsultim ose një takim me mua gjithkohës, dyert i ketë hapura, ti edhe çdo shqiptar tjetër.
Por është ajo gjëja që thash më përpara, që ne duhet asnjë gjë nuk do na jepet neve. Ne duhet shkojmë duhet ta krijojmë vetë. Edhe atë ditë që ishim në Waterbury, kur po prezantonte Partia Demokratike për diasporën, unë thash gjë aty që është plot e vërtet që po të shofësh kur bën këto festivalet, vjen Chris Murphy, Jahana Hayes, senator, congressman vinë aty edhe bën pjesëmarrës në atë ceremoni. E bëjnë këtë gjë se e din, jo vetëm se na duan shumë, po e din që shiko, edhe në qoftë se gjithë këto njerëz këtu nuk janë sot të regjistruar për të votuar dhe nuk janë, edhe në qoftë se të jenë të regjistruar, nuk janë grup që votojnë, një ditë do vi ajo ditë. Edhe do jenë një grup që do jetë i madh, po rritet komuniteti shqiptar në Connecticut. Edhe votat e këtyre do jenë shumë të vlefshëm, si votat e çdo grupi tjetër. Por në qoftë se ne nuk angazhohemi edhe nuk punojmë në këtë drejtim për të bërë një forcë politike, si me thënë, atëherë nuk do kemi nuk do kemi aq kollaj sa e kanë sa të tjerë për t'i bërë ato takimet edhe për t'i hap ato dyert në ministri edhe në ato vendet që the. Se ajo është realiteti. Është një shprehje tjetër, money talks, everything else walks, right? So, është jetë gjë edhe me vota. Paraja flet dhe pastaj hec. Çdo gjë tjetër hec. Edhe është po një gjë në politikë. Në qoftë se grupi nuk është i organizuar, nuk është i disiplinuar, nuk janë që gjithë regjistruar për të votuar, atëherë nuk shifet me interes nga politikanët. Edhe kjo është realiteti. Tani unë mund të ri këtu dhe them që komuniteti shqiptar është shumë i respektuar, dyert i ka të hapur në çdo vend, po nuk po i bëj asnjërit favor. Po të them atë gjë. Unë dua të them të vërtetën, dhe vërteta është kjo, që ne jemi shumë të mirë pritur, po akoma nuk na marrin aq seriozisht sa duhet na marrin. Se duhet ta tregojmë. Duhet ta tregojmë. Duhet ta tregojmë në punë. Ju keni ndëgjuar për Vatrën. Po. Si e vlerësoni Vatrën edhe Vatra ju e dini që është 112 vjet është e themelune. Wow, nuk e disha 112 vjet. Besoj që shtabi është në New York, apo jo? Po, jo, është shumë gjë e mirë. Qa janë kështu organizata kulturore, duhet vazhdojnë, se nuk prish punë fare ajo gjë. Si me thënë, identiteti i individit është i përbërna shumë gjëra. Nuk jemi cookie cutter. Ke parasysh ato format që bëjnë cookies? Nuk jemi ashtu, çdo njeri është individ. Ti je shqiptar, por nuk je vetëm shqiptar, je burr, je berber, je businessman, ti ke qef të vishesh me kostume, unë nuk dua të vishem me kostume. Jemi dhe individa, ke parasysh? Edhe nuk ka asnjë gjë të keqe kur ne bëjmë një lidhje me atë, si më thon të kalumen që kemi edhe me kulturën tonë, se Amerika lejon për të dyja. Atëherë, kur të shkojsh në zyre, kur të pyesin të thonë, ku jeni ju shqiptar, çka keni ju shqiptar, thoj, ne kemi shtëpien tonë të bardhë Vatrën. Vatra është shtëpia e bardhë e shqiptarëve. Atëherë, me të vërtetë që për fond kisha pas dëshirë të na tregosh të ardhmen, çka do të bësh? Kush e di? Ki sara. Me shqiptarët të kemi një gjë, kemi një shqiptarët gjithmonë mendojmë edhe pak përpara. Po. Është veti e mirë. Edhe është mirë të bëhen planet edhe të bëhen realizimet e jetës të njeriut, që të thotë sot 5 vite do të mundon ta bëj këtë. Kështu që besoj që atë të ketë mundësi ta kemi edhe një president arshëm. President nuk mund bën dot se s'kam lindur në Amerikë. Por kush e di edhe mund të ndryshohet ai ligji. Nuk është ligj, është në konstitut, që i bie duhet bëhet amendament, që të ndryshohet konstituta, që të vet një amendament i ri, që të lejoj për një njeri që nuk ka lindur në Amerikë të kandidoj për president. Por nuk e di,
ta shohim, është realiteti i politikës në Connecticut për partinë time, se di që nuk duhet flasim shumë për politikë, si me thënë, po ti e di pak e shumë që unë jam republikan, edhe zonën ku banoj unë është zonë që është shumë republikan, edhe prej asajt arsye një kandidat si puna ime me pozitet dhe pikpamjet e mia është i suksesshëm në atë zonë. Por Connecticut në përgjithësi është blu, shkon me demokratët më shumë. Edhe çdo gjë duhet merret në konsiderat kur kandidon për një gjë. Se nuk është, si me thënë, aq kollaj sa duket na njerëzit na jashtë. Është i çik më e vështirë. Edhe janë shumë, si me thënë, ka shumë kalkulime që duhet bësh para se të bësh një hap përpara. Por megjithatë, besoj ndoshta një ditë mund vi ky rasti, siç erdhi, për këtë që jam tani, që u bashkuan yjet, si me thënë, edhe ta shohim, ndoshta edhe mund bashkon prapë yjet. Atëherë, të them të drejtën, unë sot që përmend fjalën për politikë, nuk kam thirr politikë, po është kënaqësi e imja edhe është një nder i madh në shqiptari kur shqiptarët e tonë arritin në majet e majës, si quhet një fjalë popullore, edhe të jenë përfaqësues, të jenë në çdo institucion, në çdo vend të jenë të pranishëm, edhe kuptohet se puna jonë gjithmonë e shqiptarëve kur nuk drejt të gjithmonë punojmë, një mesazh për fund për të gjithë shqiptarët që janë në glob. Për gjithë shqiptarët në glob. Gjithë shqiptarë. Wow. Mesazh për gjithë shqiptarët që janë në glob. Mos harroni na keni ardhur. Është një vend, Shqipëria është një vend shumë i bukur, shumë interesant, me një histori shumë të lashtë. Edhe bëni të pamundurën që t'jeni qytetar ekzemplar në kudo vend që mund t'jeni. Në Amerikë, në Australi, në Angli, në Gjermani, imigrimi është një gjë që vjen nga nevoja më shumë se sa vjen nga qefi, edhe sistemi në Shqipëri ishte një sistem i tillë që na detyroi shumë shqiptarë që të emigrojnë, edhe familja ime emigroi në Amerikë, edhe janë shumë i lumtur që kanë ardhur në Amerikë, është shteti më i mirë në botë, Amerika që t'jep më shumë mundësira, ka edhe problemet e veta, dieta e gjë. Pa ajo është mesazhi që jap shqiptarët, që përvoni t'jeni sa më të suksesshëm edhe qytetar sa më ekzemplar në çdo vend ku jetoni. Për fund dua të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi ime e madhe që sot me të vërtetë ishim së bashku këtu edhe për punën e juaj dhe për suksesin e juve të palodhshëm në moshën e juaj shumë të re, keni arritur një sukses të papam kështu pra. Të nderuar shikues dhe dëgjues kudo qoftë kur na dëgjoni. Kënaqësia ime sot ishte një privilegj i madh që sot ishim së bashku me përfaqësuesin e shtetit të Connecticut, Joe Hoxha, këtu në Connecticut, edhe dua t'ju falenderoj edhe shifimi deri në emisionet e radhës.